gjykatës kushtetuese zotëri nuk është çfarë I ka dhënë Ballukut vendim ligash ose. Se është një tymnaj kjo. Çfarë I ka dhënë? Çfarë konkretisht? Ka bllokuar hetimet apo ka zgjuar provat? Asnjë fare. Ato përderisa a e kuptoni që janë regjistruar të tjera të paktën sa flitin gjithmonë nga metet, sepse unë flas çfarë gjë nga metet. Janë regjistruar të tjera vepra penale për 7 note të tjera. Pra e kupton kjo është shumë e rëndë. Dhe në të ishim në një shtet normal, shtet që ndihet përgjegjësia dhe në kuptimin e burri shteti, kushdo ku të ishte, s'ka sepse burri figurativ, qoftë zonë kryeministër, qoftë ministër, qoftë deputet, qoftë kryeministër do të ishte vënë në dispozicion të drejtësisë. Sepse ke një kartë morale që duhet ta paraqesh përpara publikut që të ka dhënë votën. Pra unë gjykoj që kryeministri duhet të ishte shteti I kujdesshëm në këtë pikë. Por këtu ka dhe një problem tjetër që gjykoj unë. Këtu presidenti I Republikës nuk duhet hesht. Presidenti I Republikës do të dalë mbi palët. Presidenti I Republikës ka një mision shumë të fortë që duhet ta ushtron në këto momente. Duhet kishte mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Të paktën sa dëgjojmë sot sa dëgjojmë, janë cënuar siguria kombëtare tek Këshilli. Po presidenti më duket po sipas mediave ka ato problemet e veta. Ka problemet e veta, le të përgjigje zotëri, le të jap dorëheqje, se ka burra të tjerë që e marrin atë vend dhe I dalin për I vendi. Do t'i pasaj si është nga ana procedurale. Ky kom zotëri nuk është pasuri as e presidentit, as e kryeministrit, as e zonës kryeministrit, por është pasuri e gjithë shqiptarëve, është e mira dhe milionave bij nëna që janë vrarë për këto troje. Dhe këtë duhet të ndjej qoftë kryeministri, qoftë zonës kryeministri, qoftë edhe presidenti I vendit. Pra, këta nuk e ndjejnë këtë përgjegjësi. Atëherë çfarë? Kjo strukturë e posaçme ka një mision shumë fizik. Një mision I cili do të shkruaj historia për ta, do të shkruaj dhe ndoshta edhe shumë shpejt do të shkruaj. Po ja garantoj këtë pjesë. Të kuptoni që fitoria është në Andres Lspaku. Ta dini këtë, po ja them në mënyrë kategorike është në Andres Lspaku. Sepse ju e shikoni shumë mirë se çfarë po bëhet, ju e shikoni shumë mirë sepse është një moment shumë I vështirë në zotëri. Nëse unë nuk jam politikan, nuk mund të jap mendimin tim për gjeopolitikën, por ju duhet të kuptoni një gjë, në një situatë kaq të rëndë, ku bota sot është e trazuar, ku gjeopolitika sot po lëviz me hapa gjigant ose po lëviz shumë. Ky kryeministër, ky president, ky zvendës kryeministër, edhe tjerë apo ministër, si mundet të lësh këtë komb në këtë situatë kaq të vështirë, kaq kritike? Zotëri, unë do isha vënë në dispozicion, ai që është burr shteti do isha vënë në dispozicion të drejtësisë. Se në fund të ditës do ishte koka ime vetëm, le të përgjigjej. Po nëse do të ishim në një shtet demokratik, do të kishte dhënë dorëheqje zonës kryeministrit që në momentin e parë. Shiko zotëri, unë e kuptoj që këto ti thua shtroç kanë pak kosto. Këtë e di shumë mirë. Kanë pak kosto. Por gjërat duhet të thënë toç. Gjërat duhet të thënë toç. Shiko çfarë ndodh tani. Shiko çfarë ndodh tani në një situatë kaq të rëndë dhe pse ka mundësi që dihet në Vlorë, a e kupton se çfarë bëhet 4 ditë Vlora, po pse pikërisht atje tek ai nerv, sepse ju dini shumë mirë nëse kollitet Vlora zotëri, tronditet kombi. Një mesazh e dha edhe për zgjedhjet lokale që ishte s'ka ndodhur kurrë. Nëse tronditet Vlora, më kupton, nëse tronditet Vlora së mundet kombi. Së muret dhe po ju a garantoj këtë pjesë. E të tregoj një moment, në qoftë do më lejoni, ka qenë viti 97, unë isha në gjykatë e Saranit, ishim mbledhur me gjithë gjyqtarët, po pinim kafe, thash, ore më ka treguar, I thash, lloj Vlora në atë kohë. Më ka treguar, I thash, një njeriu im, I thash, ka treguar një histori, I thash, që po ngrit Vlora, filloi luftë. Thot një nga gjyqtarët, jo, zvonoj shumë, mirë, thash, mbajni më, zvonoj shumë, Vlora. Po më them prap këtë bindu, unë jam vetë, jam nga Labria, barometër. Dhe në momentin që ngrihet Vlora, do të kuptosh gjendja është shumë e rëndë. Ata mund të rregullojnë. E dha sinjali Vlora vjen. S'mund të rrekesh ti si kryeministër apo si president apo si kushdo qoftë. Zotëri ti ke marr votat e këtij vendi. Edhe sot pati përplasje edhe sot, tentuan futen bashki. Jo, nuk e di. Nuk e ke pronën tënde. Duhet ta kuptosh qartë.
Unë përshikoj që kryeministri sot nuk është në pozita. Unë kam qenë tepër i kujdesshëm me kryeministrin. Kam qenë goxha i kujdesshëm, do të thënë që të mos të dilja, sepse të shikoja gjithmonë në pozicionin juridik. Por duke parë një situatë të tillë ku gjendja po agravon, pavarësisht se shqiptarët nuk janë më shqiptarët e 97-s të shkasin